Të shtunën në fushën Skënder Halili në Tiranë luhet sfida më vendimtare e sezonit për ekipin U15 të Vllaznisë, ku çeblut përballen me Tiranën në javën e fundit të kampionatit, ku do të vendoset titulli kampioni i këtij sezoni. Për shkodranët, vetëm fitoria ka vlerë për të rrëmbyer trofeun. Skuadra ka zhvilluar një tjetër seancë stërvitore në Shkodër në drejtimin e trajnerit Amarildo Belisha. Ndeshja pritet të jetë një duel i fortë mes dy prej akademive më të mira në vend, me shumë emocione dhe rivalitet sportiv. Fillimin e kampionatit, u pritte një kampionat rivalizues për vetë faktin se bajnë pjesë skuadra me traditë në futbollin shqiptar, si Vllaznia, Partizani, Tirana, Teuta, edhe Apollonia, Firit, ka pas rivalitet gjatë gjithë vitit. Në kampionatin e moshave për trajnerin Belisha, fokusi është më shumë në formimin e talenteve. Mentalitetin tem unë gjithmonë edhe në akademinë time që kam punuar para se të vija këtu, kam pas masivizimin, sepse vetë mosha nuk ta lejon ti kufizosh dhe ti kushtëzosh për me dalë kampion ose për me fitu ndeshjen me çdo kusht, sepse ti e fut në presion lojtarin edhe nuk shpreh atë, nuk merr më të mirën e tij. Prandaj ne jena mundu gjithmonë edhe gjatë siç e thosh edhe pak më lart, që dy fazat e para kena pas oscilacione për vetë faktin sepse kena provu gjithë lojtarët e mundshëm, domethënë 25 lojtarë që janë të federuar, kanë marrë pjesë, kanë luajtur, domethënë janë përfaqësu, nuk kena pas diferencime. Pavarësisht tashin play-off kena ardhur pak duke ngushtu pak atë pjesën e kërkesë llogarisë dhe normalisht ato që japin më tepër, ato që kanë premise më tepër do të luajnë pak më shumë. Të gjithë syt janë tashmë nga kryeqyteti, aty ku do të vendoset se kush do të kurorëzohet kampioni i Shqipërisë në kategorinë U15.